Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa tamu taslim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdallahu jalla jalaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Tani më veç jemi në sezonin më të mirë të vitit, sezoni më i mirë i jetës, madje në këtë sezon sot i është bashkangjit edhe një vlerë që është dita e Gjuma, dhe siç thonë dietarët islam, konkretisht ka thënë Ibn Hajeri, Allahu më shëroft, një prej dietarëve të hershëm, komentatori më i njohur i koleksionit të Imam Buhariut, ka thënë se dita e Gjuma në 10 e parë të muajit Dhulhijhe i ka dy vlera. Një që është dita e Gjuma dhe dyta që është mbrana 10-shit. Pra, në këtë 10 të parë që konsiderohet 10 i artë i vitit, ka vlerat e shumta, mirësitë e shumta, dhe në mesin e tyre është edhe therrja e kurbanit. Për ndryshe, për vlerat e këtyre ditëve do të flasim inshallah në hutbe, por sot do të flas në ligjëratën para hutbes për rëndësinë e therrjes së kurbanit dhe dispozitat e kurbanit dhe therrjes së kurbanit. Të ndershëm vëllezër, gjithsesi që nëse ndalemi kohë pas kohë meditojmë, shohim se kohë pas kohë, në çdo muaj, po thuaj ndoshta edhe më tepër se një herë gjatë muajit, kemi ditë të veçanta. Kemi momente, çaste të veçanta, përmes të cilave Allahu xhalla xhelaluhu don të na ngrit. Dhe së shpejti po i përmendi kështu sa për ta kuptuar vlerën. Komplet e kemi muajin Ramazan. Pastaj e kemi muajin Sheval që ndërlidhet me vlerat e muajit Ramazanit. 6 i Shevalit është tërheqje paraleles nga muaji Ramazan. Ata që kanë agjeru, janë shpërblim me shpërblim të një vitit komplet me pagesën e Ramazanit. Ky është Allahu xhalla xhelalu. Pastaj i ke muajt e Haxhit. Në Dhul-Ka'de nuk ka diçka specifike, por mjafton që është prej muajve të Haxhit. Pastaj i ke muajin Dhul-Hijhe, për plot vlera, është Haxhi, janë këto 10 ditë, është dita Arafatit, ditët e Teshrikut, dita e therrjes së kurbanit dhe të tjerat, dhe është sezoni i fundit i vitit. Dhe viti pastaj fillon me muajin Muharram. Prapë në muajin Muharram i kemi ditët e veçanta të muajit Muharram, ditët e Ashurave. E kështu në çdo muaj kemi diçka të veçantë. Përveç muajit kemi ditë të veçanta, sikur që është dita e Xhumës, çdo javë në përsëritet dhe vlerat e saj, e pastaj ditë të veçanta gjatë vitit, sikur që i numërum pra në mesin e tyne, ditët e Ashurave, dita Arafatit, e shumë ditë të veçanta që janë edhe në muajin para Ramazanit, muajin Shaban e të tjera ditë. Por krejt këtu determinojnë të ndershëm vëllezër se Allahu don të na ngrit, don të na shpërblen ata të cilët janë punëtorë dhe ata që mundohen, Allahu xhalla xhelaluhu don pra ti vlerësoj punët e tyre dhe ti shpërblej. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, që kur flasim për kurbanin nuk është diçka e risi, por është përsëritje e vlerave. Derisa Allahu xhalla xhelaluhu ka zbrit një citat në Kur'an dhe është citat i përgjithshëm dhe me këtë citat Allahu xhalla xhelaluhu ju ka drejtuar pejgamberit alayhis salam që ta përcjellte gjërata më e mirë. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allahu xhalla xhelaluhu thotë në Kur'an i ka thënë pejgamberit alayhis salam: "Përkujtoja besimtarëve çështjet se të përkujtuarit u bën dobi." Nëse sahabët o vëllezër kanë pas nevojë me përkujtu kurbanin çdo vit, po na gjithsesi që ato që i kemi thonë vitin e kaluar do t'i themi edhe këtë vit, edhe vitet e ardhshme inshallah. Por ja që kemi nevojë me u nxit, për faktin se jemi njerëz që harrojmë, jemi njerëz që fusim brenda programit që është shumë i veçantë, edhe agjenda programe të cilat janë sopër ditore, o janë sopër po themi pjesë e jetës, por jo dhe adhurimit. Në këtë rast, në hyrje këtë po e përmendi, do thot nëse marrë mënyrë proporcionale
sa kurbana theren në Kosovë dhe sa është numri përqindja jonë si musliman, nuk dalim mirë. Dhe nëse marrim anën tjetër, sa harxojmë luks, dhe për shembull tash gjithmonë vjen pikpyetje jo vetëm këtë vit, çdo vit, shtrajt hoç kurbani. Kur ta marrësh çat person t'ia këshirsh luksin që harxhon gjatë muajit, të vjen keq tani për fjalë që i flet. Nëse kurbani u shtrejtu vëllezër nuk u shtrejtu për një njeri. Ai u shtrejtu për krejt. Po tani edhe një diçka mos e harro. Ti nëse vitin e kaluar ke pagu kurbanin 180 euro, para 5 vjetë 120 euro, si vjet 200 euro, me cilën pagesë paguash ti te Zoti? Me ato 120 euro apo me këto 200? Jo, me 200 paguash. Kështu që te Allahu s'hub kur gjë. Te Allahu nuk hub kur gjë, vlerësohesh tash për 200 euro që i jep. Por na peshomi vëllezër ka po na ikin 200 euro në muaj. Peshomi çka merr me 200 euro sot? Po edhe ku i harxhoj njerëzimi 200 euro në gjana që shpesh herë janë luks. Prandaj kurbani është shumë i veçantë. Prandaj quhet kurban sepse i ka dy kuptime. Një që na afron te Allahu, është vepër e cila afrohemi te Allahu me te. Dhe pastaj është vepër që e don Allahu xhela xhelal dhe shpërblen për te. Prandaj quhet kurban. Kurban pra është terminologji e përgjithshme. Për ndryshe, kurbani që e thermi në gjuhën arabe thënë udhije. Fjala kurban është çdo sen që i sakrifikojmë për Allahun. Pra, kuptimi i parë, afrim te Allahu, dhe kuptimi i dytë është sakrificë për Allahun. Që kjo është kuptimi i kurbanit. Po te na aludon kur flitet kurbani gjithmonë për therrjen që e bojmë. Jo. Pra, kurbani përdoret vetëm si terminologji gjuhësore. Kurban mund të shmëdhon sadaka, dhe sadaka quhet kurban. Se sakrifikon rrugt të Allahut. Por tek ne në traditën tonë kur flitet për kurban, gjithmonë flitet vëmendja shkon te therrja. Jo, në gjuhën e fesë, kurban është çdo gjë që afrohesh me to te Allahu. Ndërsa në terminologjinë fetare, kurbanit kafshën që e therrmi, në gjuhën arabe i thon udhije. Andaj të ndershëm vëllezër, po i flas pak disa fjalë lidhur me këtë çështje se përket historikut, kurbani therrja e kurbanit daton që nga dy djemt e Ademit a.s. Kabilit dhe Habilit. Pastaj është përcjell si ligj te Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s. Dhe kështu ka vazhduar deri te sheriati i Muhamedit a.s. dhe deri në kiamet. Ky është në pika të shkurtë do thotë çështje historike të kurbanit. Sa i përket dispozitës së therrjes, sipas shkollës hanefite, therrja e kurbanit është vajib. Është e detyrueshme me kriteret që do t'i ceki. Ndërsa pjesë tjetër e dietarëve konsiderojnë që është sunet i fortë. Sunet i fortë, por në shkollën hanefite është vajib dhe ju kanë referuar shumë argumenteve, në mesin e tyre ju kanë referuar citatet kuranor në suratul Kauthar, citati i dytë, ku Allahu xhelalu xhelalu thotë: "Fasalli li rabbika wanhar." Fal namaz për Zotin tënd dhe therr kurban për Zotin tënd. Thonë se ky citat ka ardhur në foljen urdhërore. Kështu është nxjerrë në medhheb në shkollën hanefite. Pastaj ju kanë referuar hadithit pejgamberit alayhis salam ku ka thënë se ai i cili ka mundësi me therr kurban, edhe nuk therr kurban, mos t'ju afrohet xhamive tona. Ai i cili ka mundësi me therr kurban, ka mundësi financiare dhe nuk therr kurban, mos t'ju afrohet xhamive tona. Pra, kjo nuk do me thonë ai që nuk therr kurban mos më marr me fal namazin as bajramin. Jo, por është shortim shumë i fuqishëm hyjnor. Që i bie se le të jetë me prioritet kurbani. Dietarët e mëdhëbit Hanefi këtë e kanë marrë në formën obligative, sepse çortimi ka arsi i tillë. Pastaj ju kanë referuar disa haditheve ku pejgamberi alayhis salam për shembull i ka thonë një personit i cili e ka therr kurbanin para se mu fal namazin. I ka thonë shatuke, shatu lahmin, delja jote është dele mishi, nuk është kurban. Therrën vend saj edhe një tjetër. Pra, thëtë sikur këta kanë thonë dietar, fukahat, juristët e mëdhëbit Hanefi, sikur mos ishte vajib, i detyrueshëm nuk e kish përsërit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ligj të tillë dhe argumente të ngjashme që janë me këto. Andaj detyrimi i kurbanit sipas shkollës hanefite, sipas mëdhëbit Hanefi pra, është i detyrueshëm nëse plotësohen këto kushte.
Në radhë të parë, pra, therrësi, ai që therr kurbanit jetë musliman, sepse kurbani është adhurim, pra therrja e kafshës, edhe një herë përsëris, unë përdori terminologjinë tradicionale kurban, pra duke qenë se therrja e kurbanit e kafshës është adhurim, nuk pranohet për atyre që nuk janë musliman. Pastaj kushti i dytë që personi të ketë kushte materiale. Të ketë kushte materiale për me therr kurbanin. E cilat janë kushtet materiale sipas mëdhëbit Hanefi për më të obligu therrja e kurbanit, dush me pas pasuri sa nisabi i zakatit. Shpejt, për shembull, nëse kisha parashtruar që do një pyetje se frikë kena shpjeguar zakatin. Në Ramazan, çka është fjala nisab? Kuota që të obligohet zakati. Sa ka qenë kuota në Ramazan? 12.000 euro. 12.000 pak. Sipas shkollës Hanefite, ai që ka më pak se 12.000 euro të deponuar nuk e ka obligim kurbanin. Është vetëm sunet, mbetet preferencë. Ai që ka më shumë e ka pra 12.000 e më shumë euro të deponuara, tyra e kështu me radhë, ka obligim e therr kurbanin. Kjo është për çdo vit. Në vitin e kaluar ka qenë 6.000. Ai që ka 6.000. Pse? Sepse kuota nisabi i zakatit varion sipas arit. Sa hyp ari, domethënë ari këtë vit është shtetu për atë arsye dhe pak është dispozita më e lehtë këtë vit për ata që s'kan. Pra ka lehtësim për ata që nuk kanë. Ai që për shembull është i varur vetëm për një pagë, një rrogë mesatare 200, 300, 300-400 euro, paralelisht ose parimisht nuk e ka obligim sepse s'u mrin këtë kuotë. Po sidoqoftë, prap mbetet sunet i fortë, therrja e kurbanit, edhe nëse sa vajxhib. Gjithmonë jam të shpjegu sipas shkollës Hanefite. E unë po flas tash në aspektin human edhe njerëzor. Për shembull, nëse dikush prej neve planifikon me ble mish për familje, ka nevojë për mish, mishi është pjesë e jetës. Qof mish që blen mishtore të kafshëve, që varion dikon mesatarisht çmimi 15 euro për kilogram, ose mish pule, nëse e llogarisim për një muaj, domethënë prap me çato para i blem një kurban. E që kem drejt komplet me shfrytzu për familje, edhe si mish. Mishi i kurbanit pra përdoret për mish vëllazër. Nuk ka detyrim e detyrueshme me shpërnda, qysh do të flas pak më vonë. Pra, në çfarëdo situate ja vlen se kisha plan tash me fol, po me që ra biseda, kisha plan fund me fol. Lejohet me marr borx me therr kurban. Madje lejohet me kiste me marr borx e me therr kurban. Nëse na e blem një kafsh, po themi për mesh ajo që njihet në gjuhën e popullit për postërm, ble kurbanin. Ble kurbanin. Sepse ti mundesh në muajin e ardhshëm i pas parat me therr me prej një kafsh, një dele ose diçka tjetër, ama mos kurbanaj. Kurbani veç tash, e kështu që mos na humb mundësia. Ky ishte kushti i dytë. Kushti i tretë, mos me qenë udhëtar. Sipas shkollës Hanefite, ai që është udhëtar nuk e ka obligim për shkak se nuk mundet me autorizu dikon ose detyrimet që i ka shkolla tjera nuk e kanë këtë kusht. Pastaj kushti tjetër është që të jetë i lirë, jo skllav. Këtu hyn për shembull edhe i burgosuri, pra ai që është i burgosur, sklavët që ka pasur në kaluarën nuk e kanë obligim therrën e kurbanit. Kurse tani po flas pak për kushtet e vlefshmërisë së kurbanit. Për pranimin për therrën e kurbanit, në radhë parë për kushteve të vlefshmërisë është njeti. Me bën jetë kurban, mu afru te Allahu xhelle xhelaluhu me therrje, vëllazër, me therrje afrohemi tek Allahu xhelle xhelaluhu. Siç thot Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, duke fol Allahu për vlerën e sakrificës që bëjmë. Te Allahu arrin gjaku thot Allahu xhelle xhelaluhu. Nuk arrin mishi. Por njeti, gjaku që therret, që sakrifikohet për Allahun, ajo është vlera. Pastaj mishin kemi drejta e shfrytëzojmë. Por ndryshe për njeti është qëllimi është ajo çështja më esenciale. Pastaj për kushteve të vlefshmërisë është koha e therrjes. Koha e therrjes së kurbanit fillon pas faljes së Kurban Bayramit. Pasi të falet Kurban Bayrami fillon koha legjitime e therrjes së kurbanit. Ai që therr kurban më herët, ai është mish i rëndëmt, jo kurban.
qoftë për gjallë, qoftë për të vdekur. Këto ndoshta çdo vit e përsëritim, sepse Zoti e din ka rrjedh shoqërinë tonë kjo që kush do me therr kurban, therr para se më fal namazi, për gjatë mas namazit. Kjo s'qëndron as ka argument hynor, as në ajet, as hadith, as fjalë dietarëve. Krej dietarët kanë thonë, ai që don me therr kurban madje për të vdekurit, që do të flas pak më vonë, do të më therr njësoj, por pasi të falet namazi i kurban bajramit. Siç e ceka hadithin edhe më herët, pejgamberi sa me ka pa një person të e therr kurbanin para se më fal bajrami, i ka thonë shatuke shatu lahmin, delja jote është vetëm dele mishi, në ko kurban. Therrë në vend saj edhe një tjetër. Po ashtu ka ardhur një hadith tjetër, ka thonë pejgamberi sa men dhabaha qabla salati falyadhbah makanaha ukhra. Ai që therr kurban para namazit, në vend saj ne ta therrë edhe një tjetër. Sepse aja nuk i pranohet për kurban, sepse nuk është koha. Kjo është fillimi i kohës. Mbarimi i kohës, dietarët islam me konsenzus ka thonë është dita e parë. Pastaj, sipas mëdhëbit Hanefi, janë vetëm edhe 2 ditë tjera, që i vjen 3 ditë. Ndërsa të shkolla tjera janë 4 ditë therrje. Po sipas mëdhëbit Hanefi, janë 3 ditë therrje të kurbanit. Dita e parë edhe 2 ditë të tjera. Po ashtu të ndershëm vëllezër, kushti i tretë është që kafsha t'i plotson kushtet e therrjes. Kafsha që e therrmi për kurban, ani pse në kohën që po flasim, do thotë masovikisht tash ka ndryshuar çësia, po ne dispozita duhet t'i shpjegojmë sepse bëhet pagesë në për institucione, në Bashkinë Islame e të ngjashme dhe personi nuk mirret individi me therrje, po ja që ka ende që therren, edhe pse është më e mirë që kurbani therret vetë ai që ka mundësit, por ndryshe është e pranueshme edhe autorizime ose pagesa në për institucione. Pra, në radhë parë, prej kushteve që duhet të plotson kafsha, është që të jetë kafsh shtëpiake, jo kafsh e egër. Pastaj kërkohet kushti i dytë, mosha e kafshës. Te delja minimumi 6 muaj. Te dhia minimumi 1 vit. Te lopa ose bullica minimumi 2 vite, ndërsa te devja 5 vite. Pastaj prej kushteve është që kafsha të mos ketë të meta, pra të jetë e shëndosh, e plot, sepse këtu tash e përdormi terminologjinë kurban. Jemi të e sakrifiku, të e therrë një kafsh për mu afru te Allahu. E kërkohet me qenë sa ma e plot. Pra nuk lejohet kafsha që t'i ketë këto të meta, t'jetë e verbërt në njërin apo në 2 syt, sepse gjithmonë kemi të bëjmë se nëse ka këtë problem nuk mund të plotësohet pra në vlera në mish. Pastaj nuk lejohet që të ketë veshjen e kputur ose më shumë se sa gjysmën. Po ashtu nuk bën që të jetë e qalë, që të shkepon, sepse thonë atë fermerët ata që mirën me kafsh, kafsha që shkepon, aja nuk mund të maje, të trashet. E kafsha për kurban do të më qenë sa më e majme. Pastaj të mos jetë e smuar. Çfarë smundje? Sa që nuk mund me nejtë në kam prej venit ku qëndron deri te veni therrjes. Nëse sunrin kam, nuk bën me prej ata për kurban, ose ndonjë smundje e cila pra mund ta rrezikon njeriu, do thotë për shkak të smundjes së saj. Ose nuk lejohet me therr kurban kafsha e cila e ka hundën e prerë. Po ashtu nuk bën që kafsha të jetë pa dhëm, pra të jetë sepse jep me kuptuar që është e vjetër. Pra, nëse i ka disa prej dhëmve, pranohet, por ndryshe nëse nuk i ka dhëm fare, nuk bën për kurban. Këtu ishin pika të shkurta, pa hinë detaje, sepse për krejt këto dhe disa çështje tjera, të puna brinave, bishtit e kështu me radhë, kanë ardhur mendime të dietarëve, por këto janë esencialisht që duhet me i ru si vlerë. Pastaj po e cekje të ndershëm vëllezër se edhe koha është e ngushtë, disa detaje që kërkohen të dim të gjithë, me thekst të veçantë ata që therrin kurban, pra një kurban, një dele, pra për kafshëve të imta, të vogla ose të mëdhaja, lop, bullic, të ngjashme, do thotë një kurban vlen për tërë familjen. Nëse jetojnë bashk, nëse therret një kurban, vlen për tërë anëtarët e familjes. Edhe nëse me prindin jetojnë djemt, edhe nëse djemt punojnë, mjafton një kurban. Dojnë me therrë më shumë, është e lejuar.
Përndryshe, mjafton përndryshe në kafsh të mëdhaja, lejohet me marr pjesë 7 vetë. Në kafsh të mëdhaja, sikur që është lopa, biku të ngjashëm, çdo kafsh që i ka që është e butë, shtëpiake mbi 2 vite, kanë të drejtë me marr pjesë 7 persona. Lejohet një person me thirr një lop, lejohet. Një familje do të me thirr një kurban, lop, lejohet. Po kanë të drejtë 7 familje me marr pjesë në të. Sipas shkollës hanefite, kjo është sipas mëdhëbit hanefi, duhet me pas niyetin të shtatit për kurban. Nëse njëri e ka niyetin për mish, nuk pranohet. Që është mendimi i shkollës së dietarëve hanefit. Këtu tani po e cekit të ndershëm vëllezër, me që edhe ju thash më herët, kurbanin për të vdekurit. Nëse një person sa ka qenë gjallë, baba, ose vllau, ose axha, ose dikush prej anëtarëve të familjes, ka lënë testament që pas vdekjes time, pasurinë që po e la, çdo vit më thirr kurban. Me konsenzus dietarëve islam, duhet mi thirr kurban çdo vit. A kemi të qartë? Nëse një person lën testament nga pasuria që ka lënë, çdo vit me thirr kurban, djemtë kanë obligim, anëtarët e familjes edhe vajzat, këtë rast, nëse janë hisetare trashëgimi, çdo vit me thirr kurban. Por që ky kurbani që therret, ky do të më shkep i tëri, nuk bën me hangër prej tij. Anëtarët e familjes, sepse kjo është sadaka. Nëse nuk kalon testament, baba, nuk kalon testament që më thirr kurban, por djemë po dojnë me i thirr kurban, a bën me shtin kurbanin që pëpërin ata? Bën me shtin. Shumica absolute dietarëve, fukahave, juristëve thonë, bën me shtin. Të vdekurin, pra djali po thirr kurban, i ka vdek baba, bën me shtin në njet, babën, nanën, këndon për këtyre. Pastaj të ndershëm vëllezër, sa i përket shpërndarjes së mishit, dietarët islam këtu po i ceki 3 qasje ose 3 forma, lejohet me shkep tërin, krejt lejohet me shkep me shpërndar, këtë kurbani, qoftë kafshë e vogël ose e madhe. Lejohet me hangër të tërin familja, se ka nevojë, edhe pse disa dietarë konsiderojnë me kruh, të papëlqyeshme, por lejohet. Dhe pjesa absolute dietarë thonë më së miri është me ndonë 3 pjesë. Një pjesë, 1/3 para anëtarët të familjes, prap me hangër anëtarët e familjes. 1/3 për këqit, fqinjit, dhe 1/3 për të varfrit. Kjo është, do thotë, mënyra që ka ardhur në Kur'an dhe ka ardhur në për hadithet pejgamberit e kështu dietarët islam e kanë kuptuar. Pastaj të ndershëm vëllezër, për me përmbyll, nuk lejohen këto gjëra në kurban. Nuk lejohet me përfshi kasapin në kurban. Që i bie nuk lejohet, për shembull, dikush me thirr kurbanin m'ia dhon si kompenzim një pjesë të mishit. Po ashtu nuk lejohet që lëkurën e kurbanit m'ia dhon si kompenzim. Pra, kasapi paguhet me para. Edhe kjo jep me kuptu vëllezër për vlerën e kurbanit. Kurbani nuk ka mish i rëndom pra. Kurbani është afrim te Allahu. Prandaj nuk bën mu lidh asnjë interes i jetës së kësaj bote. Se këtu dietarët edhe kanë folë shumë pastaj cila prej kafshëve është më e mira. Më e mira, përveç të pranueshmeve që folëm, më e mira. Kanë thonë sa më e madhe, pjesë e madhe dietarëve kanë radhit devën aty ku ka deve. Pastaj tek ne hyn kafshët e mëdha. Pastaj vjen dashi. Pastaj edhe prej deshve vijnë ata me radhë, ngjyra e kështu me radhë, e rëndësishme është që kafsha të jetë sa më e majme. E këtu dietarët islam e përfundojnë thonë, kafsha që është sa më e majme dhe më e shtrenjtë që ti e pagun, shpërblimi është më i madh. Ky është përfundimi i dietarëve islam, edhe këtu unë për shkak kohës po përfundoj ligjëratën duke lutur Allahun xhelaluhu që ta pranojmë për neve dhe juve pra kurbanat. Du ta përcjelli edhe një mesazh të ndershëm vëllezër, ata që janë të interesuar për bashkia islame, medreseja me thekë të veçantë, kryesia e bashkisë islame, bën thirrje që kurbanat të adresohen për medresen, për studentët, për nxënësit, ata që janë të interesuar të thirrin kurban ose ta paguajnë kurbanin e tyre për bashkinë islame, i kemi bllokat pas namazit të xumaz dhe gjatë ditëve në vijim mund ta bëjnë pagesë. Zoti ju shpërblet, alhamdulillah.